Bashkimi është një emër që nuk zaventësohet në jetën time personale. Unë si lojtar i atij ekipi, kam qenë krenar që kam qenë pjesë e atij ekipi. Në kohën e kaluar, kemi pas shumë pengesa për sistemit komunisti, të ish Jugosllavisë, kemi pas shumë pengesa, ndoshta të kishim arritje më të suksesshme në kohën e atëshme. Mirë po, mërgatës tonë, kërçovarëve, bashkëvendasve të mi, u aktivizua ekipi i bashkimit në vitin 1976, ku gjeneratat para mbi kanë marrë pjesë dhe kanë qenë lojtarë të suksesshëm, kanë pas kualifikime në ligën komunale, ku kanë pas konkurenca ka qenë me ekipat e Maqedojve. Pjesa asaj falë lojtarëve bashkëvendas tonë edhe fshatrave Greshnica, Zajazi, Sërbisa që janë aktivizu, janë mobilizu edhe e kanë çu deri në kohën kur u prish shteti i Jugosllavisë. Pjesa e dytë e klubit futbollit Bashkimi ishte krenar që në mesin e gjithë sportistëve bashkëvendasit të mi, më zgjodhen si kryetari i atij klubi, dhe ishte një obligim për mu, në ato 92-shin, në ato koha, ishte shumë vështirë një ekip shqiptare të ballafaqohet me shumë probleme, me shumë pengesa. Ne si kishim kushtet aq të favorshme, ishim të obliguar, si që e kërkonte FFM-ja, me stadiumet, me standardet kushtet e FFM-s. Ishim të obligueshëm pagesën e bënim ke stadiumi i qytetit nga 500 marka gjermane, gjithë sezonin që për neje, falë mërgatës, i kompenzonim ata pagesa në mënyrë vullnetare, ose ishim të obligueshëm që të luajnë ndeshjet. Mas asaj, ishim të detyrueshëm filloi ndërtimi i stadiumit në fshatin Cërviz, në Bllata, siç quhet vendi, ndërtuar me mjetet tona financiare, bashkë me bashkëvendasit tonë Mërgatës, promu sjellsin deri te shkolla, pike shkolla e çon te stadiumi, rryma në ashtu, dhe vazhduam me ndeshjet në grupin regional, në grupin liçenas, në ligën rajonale, grupin liçenas, që garonin në qytetet Kërçova, Ohri, Struga, Dibra, edhe Resna, nëse nuk e përmena. Kështu që ekipi jonë kishim lojtarë cilësor, edhe kishim sukseset mjaftueshme, lojtarët mbeten i atij klubi, edhe kemi rrinë atë kulmin për fat të keq situata që ishte në kohën e atëshme, klubi pushoi terenin, fushën sportive që e bë me njerëzën tonë, e mor termoelektrana e Oslomejes, që me kusht ta rinovuem stadiumin që sot gjindem në këtë stadium. Unë për vete në një kënaqësi që ja kemi mrrit qëllimit me vetë kontributin e mërgjimtarëve tonë, bashkëvendësit tonë, që sot që shifni në vejat është kënaqësi të marrin pjesë dhe garuajnë gjeneratat e reja, edhe sa për fund u dëshiroj që ky manifestim tjetë tradicional çdo vit
të ketë manifestime të vazhdueshme një pasnjshme. I falenderoj gjithë organizatorët e këtij manifestimi. U dëshiroj sukses gjitha të rive. Faleminderit Radio Televizionit Tuskana që ka qenë barse e ekipit të bashkimit, që me du të përmes edhe komentatorin e atëhershëm të famshëm Xhemail Mehmedin, edhe radionin Televizionin Tuskana i dëshiroj sukses në të ardhmen, ndoshta shefemi vitin për vjetorin e një pasnjshme. Së pari u përshëndes Radio Televizionin Tuskana për prezencën e juaj që na keni mbështetur që prej kohrave. Emocionet e bojnë të veten, por dua të përshëndes edhe një Opel me tabela KI 5728 AB. Më lejoni të përshëndes këtë event të madh, 50 vjetorin e klubit futbollistik Bashkimi. Të përshëndes të gjithë ato veteranët të cilët kontribuan për sportin e fshatit Serviz për klubin Bashkimi. Përshëndes të gjithë ato donatorë të cilët në çdo hap na kanë ndjekur dhe kanë qenë si shtylla kryesore, mbështetës kryesor që ne sot jemi tubuar për ta festuar këtë 50 vjetor. Përshëndes bashkëtarët të cilët edhe atë që sakrifikuan gjithë shkajnë për të na i dhënë shansën neve lojtarëve për të veshur ngjyrat e këtij klubi që ishte një ndër klubet të parët në Kërçov, që edhe vetë datimja e saj është nga 76-ta. Unë nuk kam fjalë më të mëdhenja për ato që ishën si gjenerat e vjetër, veteranët, para gjeneratës time, por desha të përshëndes edhe të gjithë diasporën që edhe ato kanë qenë shtyllë kryesore për mbështetjen e jonë, që ishte një sakrificë shumë e madhe, që ishte një garë shumë e rëndësishme në ish Jugoslavinë, që ne ishëm të renditur si një, si ta them, si një dorë e dytë e njerëzimit, por ja që ne nuk ja dolëm dhe ishëm bënjëm gara në ligën liçenase. Kështu që i arritëm një sukses të madh, fal të gjithë vëllezërive, fal të gjithë bashkëlojtarëve që e veshën dresin, fanellën e klubit dhe dhanë atë djersën e fundit për këtë klub. Dua t'i falenderoj me shpirt dhe zemër, po saçërisht nuk du të emnoj emra, por si që janë Qemal Kadriu, Baftir Arslani, Nusret Jaoski, Ajqo Emroski, edhe shumë lojtarë të tjerë. Kështu që desha sot të falenderoj edhe të gjithë sportdashësit që sot janë prezent këtu, që të gjithë kanë shprehur vullnetin që ne sot të festojmë 50 vjetorin e klubit Bashkimi. I falenderoj edhe një herë me shpirt dhe zemër dhe desha një apel të gjithë kërçovarëve që të bashkohemi dhe si ato gjeneratat e para që na i dhanë shansin neve të veshim fanellën, edhe ne atyve t'u hapim shansin që të veshin fanelet, qofshin ato të klubit Bashkimi apo Vllazërimi, që të udhtojmë së bashku dhe të vabojmë të mundshme për sportin kërçovar të jetë sa më madhështor. Edhe pse i shohim ne si janë situatat, por ne do t'ja dalim. Si ishin kushtet në atë kohë, pak a mund të kujtoni të ushtrimeve që duheshte t'i bëni, terrene sportive nuk kishte, atëherë fillon edhe punon edhe për terrene sportive,
dhe vullneti I të rive asoj kohë sa ishte që ju të kyqeni në sport të kyqen, do e thonë në klubin futbollistik Bashkimi. Sa I përket ato tereneve, rekvizitave, ne ishim kushte shumë të vështira. Kështu që prapë do të ndalim të faleminderit të gjithë dashamirësve, diasporës, të fshatit dhe të mbarë Kërçovës që kontribuan dhe ne vështrisoheshim edhe nga vetë financimi I terenit, njëherë terenin duhet të përgatisim, masëndë edhe klubi për shembull duhet të financohet në anën tjetër, do me thonë na ishin dy gjëra kryesore që me shumë mund gurbeqarët arrinjën t'ja arrinjën këtij qëllimi. Gjithashtu ne kemi qenë të obliguar dhe na kanë obliguar pala e tjetër që klubi futbollistik na Predok na ka kushzuar që edhe 500 € ta luajmë një lojë atje se s'kishim terenin ton. Gjë që në sport kjo nuk ndodh, por s'kishim ka t'ja dalim edhe I kemi I luajt edhe me 500 € lojat. Sot kjo ditë Fatmir, sa të rikthen në momentet e para kur keni filluar me klubin futbollistik Bashkimi? Nuk mund ta përshkruaj me një fjalë, se janë fjalë emocionuese. Është një situatë që sot kur shoh dhe kum takuar shumë shok dhe dashamir që ne kemi qenë bashk dhe kemi luftuar për këtë së sotmen. Kam takuar edhe veteranët më të vjetët para nesh që na mësuan ta vazhdojmë këtë. Ai emocion nuk përshkruhet sot, por vetëm mund të shijohet dhe të shifet. Që kjo është ajo që ne shohim me një fakt që është një fenomen I keq. Ajo shpërngulja e të rive nga vendi, edhe kjo është një apel që dua ta them lus, edhe pse nuk kam arsye, po sa të kemi mundësi të ngelin këtu të ri, sa të mundemi qoftë në sport, qoftë në biznes, ose në çdo neve që na bën të madhrueshëm, domethënë që të ngjelin këto. Faleminderit për kohën, edhe ne në televizionin Tuskana ne uruam 50 vjetorin, atë që e tha edhe më herët para folsi ju që ne kemi shumë ndeshje të klubit futbollistik Bashkimi për fat të mirë në arkivën e televizionit Tuskana dhe disa na rikthen kohë dhe I shohim lojrat e juaja. Suksese Bashkimit dhe inshallah përsëri vazhdon aty ku ka qenë. Edhe njëherë u faleminderit juve që pa fund ju keni qenë një mbështetje e fortë ndaj nesh që na keni prezantuar në çdo hap. Faleminderit shumë. Dhe u prifte mbara.